Ngritja e gjykatës së posaçme për akuzat e krimeve të luftës nga ushtarët e UÇK-s pritet të shkaktojë debate të ashpra në Kosovë. Kryetari i Kuvendit Jakub Krasniqi nuk e ka mirëpritur një propozim të tillë dhe ka reaguar pas deklaratave të presidentes Atifete Jajaga, e cila tha se Kosova është e gatshme të bashkëpunojë me drejtsinë ndërkombëtare. Në një koment të publikuar në Facebook, Krasniqi shpreh se vendimet e Jajagës dhe të kryeministrit Thaçi po e fusin vendin në një udhkryq tepër të rrezikshëm. Presidente, ju dhe kryeministri jeni duke marrë vendime të rëndësishme për popullin dhe shtetin pa u konsultuar me askënd. Me veprimet e tilla jeni duke treguar se nuk dini të silleni si zyrtar të lartë të shtetit demokratik, por jeni duke u sjellë si tiranë despot të gjithdijshëm e të plotfuqishëm. Me veprimet tuaja kryeneçe e keni futur vendin në një udhkryq tepër të rrezikshëm e me pasoja të parikuperueshme për vendin dhe kombin. Ju jeni përgjegjësit kryesor për të mbrojtur kushtetutën dhe sovranitetin e këtij shteti, ka shkruar Krasniqi. Ai ka rikujtuar presidentes se ajo është zgjedhur nga përfaqësuesit e zgjedhur të Kosovës, grupet parlamentare dhe partitë politike të kuvendit dhe sipas tij presidentja nuk duhet të shprehet për gjykatën pa u konsultuar me këta të fundit. Ju zonja presidente në atë post jeni zgjedhur nga përfaqësuesit e zgjedhur të Kosovës dhe keni pasur një detyrim kushtetues njerëzor të konsultoheshit me liderët e atyre partive dhe me kryetarit të Kuvendit të Kosovës dhe pastaj të deklaroheshit pro ose kundër gjykatës për krimet e pretenduara të pjesëtarëve të UÇK-s, ka shkruar Krasniqi. Në fund të komentit të tij Krasniqi shprehet se kjo ishte një këshill dhe jo kritik për presidenten. Kundër gjykatës janë shprehur edhe veteranët e UÇK-s, të cilët thonë se Kosova nuk ka nevojë për gjykatë të veçantë për krime lufte.